Fakulteti i Shëndetit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali është shpallur fitues i një projekti të madh të programit Horizon Europe. Janë të pakta institucionet e arsimit të lartë që arrin të sigurojnë financime në kuadër të këtij programi prestigjioz evropian. Dekani i Fakultetit të Shëndetit Enkelejt Mëhilli thekson se ky është një sukses shumë i rëndësishëm, pasi e rendit Universitetin e Vlorës në elitën e universiteteve ndërkombëtare. Sipas tij, këto projekte janë ndër më të vështirat si për aplikim ashtu edhe për të shpallur fitues. Në këtë projekt marrin pjesë universitete nga Anglia, Italia, Gjermania, ndërsa lider është Universiteti i Hamburgut, si dhe universitetet të tjera nga rajoni. Po, Fakulteti i Shëndetit para pak kohësh është shpallur fitues në një projekt shumë të madh Horizon Europe, është projekti i parë Horizon Europe që Universiteti Ismail Qemali fiton dhe këtë bën një nga universitetet e pakta në Shqipëri që ka fituar projekt Horizon. Kjo është, domethënë me gjithë modestin, është diçka një arritje shumë e madhe për Universitetin Ismail Qemali, sepse aktualisht tregon që rankohet dhe bëhet pjesë e elitës universitare ndërkombëtare. Projektet Horizon janë projektet më të vështira në konceptin dhe të aplikimit, por sidomos të numrit të fitimit të tyre, pasi vetëm një përqindje shumë e vogël e cila është 9-10 akoma dhe 7 apo 6% fitojnë dhe kjo na bën shumë krenar për këtë arritje. Projekti është fituar me një konsorcium të gjerë europian, ku përfshihen universitetet nga Anglia, universitetet nga Italia, Universiteti Gjermani Hamburgut, i cili është dhe lideri i këtij projekti, si dhe kemi universitetet të tjera nga rajoni, nga Armenia, nga Gjeorgjia dhe nga Serbia, ndërsa Shqipëria përfshihet me Universitetin Ismail Qemali si dhe Institutin e Shëndetit Publik. Projekti fokusohet në fushën e shëndetësisë dhe parandalimin e duanpirjes, duke përdorur metodat më bashkëkohore shkencore. Sipas dekanit Mëhilli, ai do të japë një kontribut të rëndësishëm jo vetëm për Vlorën, por edhe për Shqipërinë, pasi rezultatet e tij mund të implementohen në të ardhmen edhe nga Ministria e Shëndetësisë për uljen e konsumit të duanit në vend. Ky projekt fokusohet në fushën e shëndetësisë, të mjekësisë dhe më specifikisht në parandalimin e duanpirjes. Qëllimi jon kryesor është zhvillimi i një prove klinike në 4 vende të Europës me qëllim ndihmën dhe asistencën për personat të cilët pinë duhan dhe t'i ndihmojmë ata në ndërprerjen e tij, duke përdorur si këshillim të sjelljes si dhe farmakoterapi, duke përdorur domethënë metodat më moderne dhe bashkëkohore të cilat ekzistojnë në këtë moment. Qëllimi kryesor është të rrisim jo vetëm ndërgjegjësimin, por të rrisim kujt rejt ose atë ndërprerjen e duanpirjes tek këta individ, sepse fatkeqësisht në Shqipëri kemi një përqindje shumë të lartë të duanpirjes, duke përfshirë këtu jo vetëm thjesht metodat ose cingarët tradicional, por edhe produktet e reja të duhanit, dhe nga ana tjetër këto konsumimi i produkteve të duhanit shkakton një numër të konsiderueshëm sëmundjesh afatgjatë. Kështu që kjo do të ketë një impakt jo vetëm në shoqërinë e qytetit të Vlorës, por në gjithë Shqipërinë. Presin domethënë që ky projekt të jetë një kontribut shumë i rëndësishëm, të cilin mund ta implementojnë në vijim Ministria e Shëndetësisë për uljen e prevalencës së duanpirjes në Shqipëri. Në kuadër të projektit do të zhvillohen konferenca shkencore, aktivitete ndërgjegjësuese, si dhe një provë klinike ku do të testohen metodat e reja të ndërhyrjes dhe parandalimit. Do të zhvillojnë takime, do të zhvillohet një provë klinike ku do të testohen këto metodat e reja, të cilat përdoren në disa vende të Bashkimit Evropian, me qëllim të shikojmë efektivitetin e tyre dhe realizimin se sa efektive janë për ndërprerjen e duhanpirjes. Dekani Mëhilli thekson se qëllimi i këtyre projekteve nuk është vetëm përfitimi i fondeve apo realizimi i kërkimit shkencor në universitete, por edhe krijimi një ndikimi real në shoqëri, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shëndetit të qytetarëve të Vlorës dhe më gjerë. Sigurisht, qëllimi jon kryesor nuk është vetëm të bëjmë projekte për universitetin apo për komunitetin universitar. Qëllimi jon kryesor dhe një nga pikat kryesore të strategjisë dhe të universitetit dhe të fakultetit të shëndetit është ndikimi në shoqëri, ndikimi social. Dhe qëllimi jon kryesor është të mbështesim komunitetin, të përmirësojmë jetën e qytetarëve që jetojnë në komunitetin e Vlorës si dhe gjërësisht në Shqipëri.